General, edhe një pyetje të fundit shkurtimisht për ju, sepse jemi në fund të kësaj bisede. Ju, si e shihni të njëjtën pyetje të kisha edhe për ju, si që bëra para folësve më herët? Mendoj që plani franko-gjerman dhe mbështetja evropiane për realizimin e këtij plani nuk bjen në kundërshtim me qëndrimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ato në një farë mënyrë përplotësojnë njëra tjetrën në fakt dhe ndihmojnë njëra tjetrën. Por këtu do të shtoja një element për sa i përket përplasjes brenda NATO-s. Unë do të thojë që në këtë fazë nuk ka një përplasje, ka një presion nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që Evropa t'i merr më seriozisht trajtimin e çështjeve ushtarake dhe të mbrojtjes së përgjithësi në Evropë dhe në llogarit kësaj shkon edhe vetë ky ligj të cilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës e nxorën për Kosovën. Për shkak se disa pika që ju i përmendët më herët të këtij plani qartë tregojnë që fokusi amerikan në Ballkanin Perëndimor është prezent dhe se një prezencë e tillë pa Evropën nuk do të kishte kuptim, sepse bëhet fjalë për një pjesë dhe territor të Evropës e cila gjithsesi i lidh raportet amerikane dhe evropiane përmes edhe NATO-s e cila është prezente këtu në Kosovë dhe ku një vend të rëndësishëm dhe të konsiderueshëm në zonë dhe ushtria amerikane. Prandaj unë e them më tepër që jemi në një fazë të presionit karshi liderëve evropian që të investojnë më tepër në ngritjen e kapaciteteve ushtarake, siç edhe kishte kërkuar në fillim presidenti Trump, sesa që kemi një rrugtim drejt të një ndarje mes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Europës. General Geca, ju falenderoj sinqerisht për kohën dhe opinionet që ndat me ne. Ishte privilegj prania juaj në këtë emision. Faleminderit juaj. Faleminderit në atë